Mendoj që shqiptarët ka një mungesë të theksuar të ekonomisë, financës dhe çfarë do të thotë investim në vete, në njohurinë e edukim. Dikush nga ndjekësit e mi u interesuar për të bërë një seancë strategjie të personalizuar, për mësuar më shumë se çfarë po bënin gabim në biznesin e tyre, pse nuk po kishin shitje, pse nuk kanë fare audiencë, etj. Me radhë. Dhe kjo është diçka që unë ofroj. Pra, unë ofroj konsulim personalizuar që të mësoj ata jo vetëm çfarë po bëjnë gabim, po si të zgjerojnë në biznes, në industri të ndryshme, në Amerikë, në Europë, global, pra të gjitha fazat e biznes. Duke qenë si ishte seanca e parë dhe pash që kishin vështirësi ekonomike, vendosa tipja një uli dhe thash, seancën pra për një orë strategjia, unë do ta jap me $63, që bie 52.000 lekë. Dhe përgjigja më habiti, personi më tha që kishin blerë 2 banesa dhe kishin pasur 2 dasma këtë verë dhe nuk kanë mundësi të bëjnë më investime të tjera, për këtë arsye nuk mund të prenotoni seancën me mua të strategjisë. Ky është një nga ato raste ku kuptohet qartë që edukimi financiar mungon. Dhe nuk është hera e parë që më ka ndodhur diçka e tillë. Të blesh një banesë nuk është një njëjtë investim si të blesh njohuri. Shumë njerëz e shikojnë dijen sikur të ishte një bluzë, një këmishë. Më pas pyesin veten pse nuk po ecën biznesi, pse nuk ka më shumë të ardhura, çfarë po funksionon, nuk di marketingun, nuk di rrjetet sociale. Dhe janë të bllokuar në të njëjtin vend, vite me radhë. Dhe vërtet është që njohuria nuk është luks, është mjeti ynë më i fuqishëm. Nëse ju nuk e shihni edukimin tuaj si investimin më të rëndësishëm në çdo kohë, atëherë suksesi do duket gjithmonë si diçka që u ndodh të tjerëve, por jo ty. Asnjë nuk ka për të ndodhur ty, sepse tek e fundit ti je këtu ku je sepse nuk ke njohuri, sepse nuk po paguan për një orë, po paguan për vitet e përvojës që unë apo mentori juaj ka dhe të ndihmoj të shmangësh gabime të shtrenjta dhe të ecësh përpara më shpejt.